Ishte dje në Luksemburg, në Bruxelles dhe Luksemburg, doli fori mbati një intervistë, më duke se kemi një sinkron, nuk kemi sinkron, foto kemi një foto, më duke të nxjerrë lidhje tani, ku njoftoi që u hap grup kapitulli i dytë i negociatave me Shqipërinë. Janë 6 të tillë. Sa? Janë 6 të tillë. Janë 35, 37. Mos ngatro kapitujt me grup kapitujt. Pse një grup kapitull sa ka? Një tuf. Kapitujt janë gjithsej 37? Kapitujt janë një gjë, grup kapitujt janë të ndara me fusha, drejtësia, bujqësia. Dakord. Okej, dakord. Po pyetja është, problemi nuk është që u hapën, se mirë u hapën, ka hapur malizisht shumë, se puna është kur mbyllen. Ramsi ka vënë bazë para shqiptarëve, paktën bazë jo, po është premtim, që thotë 2030 do keni pasaportën europiane, thotë se 2027 mbarojnë, do mbyllim thotë grup kapitujt. Dhe për 3 vjet thotë parlamentet do mblidhen, do kalojnë procedurën e tyre, do ashtu që Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian dhe ju do keni thotë pasaportën biometrike europiane, thotë do vinë si njerëz të lirë etj. I dim të gjitha këto i kemi thënë, do t'i themi prapë, sepse ndoshta kjo është i vetmi slogan i Ramës së fushat, po luan vetëm me Bashkimin Evropian me pasaportën. Profesori shkencave politike, më thuaj të lutem, si e shef ti këtë punë? Pra, e para, a do ngjisi premtimi i Ramsit në këto zgjedhje? Sigurisht që ai premtimi është, dhe premtimi zakonisht është problemi atyre që e besojnë, atij që e bën. Këtë thoshte gjithmonë Shiraku në Francë kur e pyesnin. Gjykoj politikani nga premtimet, politikani ka për detyrë të premtojë. Problemi i budalliku është i atyre që e besojnë. Në zgjedhjen e Shqipërisë sot të kësaj dite, me mbas mandatit tret, vlen më shumë leva administrative, kontrolli që kemi aparatin shtetëror se sa çdo lloj premtimi. Për mua është vetëm është fabula e fushatës, që ti do bësh një fushatë, do ta mbushësh me një mesazh. Dhe ky është mesazhi. S'ka ngel gjë tjetër çka të premtosh Shqipëri përveç se integrimit evropian. Kjo është, dhe këtu mbyllet pak a shumë. Nga ana tjetër, pra në një vend thua ti, dhe këtë po e banalizoj pak me qëllim, po e vulgarizoj. Në një vend thua ti që vazhdon akoma të ikin dritat çdo ditë, dhe lagjet më të mira të Tiranës. Po që ka probleme me korrupsionin, ka probleme me përditshmërinë, pas me atoma, me vjedhjen e pronave. Që nuk ka zgjidh problemet madhore. Ti thua, këto të gjitha nuk kanë asnjë rëndësi, e rëndësishme është pasaporta europiane. Jo, nuk është nuk them që është pasaporta europiane. Këto mund ta anashkalojnë të gjitha. Kjo është fushatën ta mbushësh me një mesazh. Ky është mesazhi që mund ta marrësh pak, nuk është ta marrësh pak popullin për vërtet gojima të tmerrshëm turme e. Un kam një është ta konsiderosh popullin vërtet një tuf deleje që nuk kupton asgjë. Un jam shumë skeptik. Është populli i tillë. Un jam shumë skeptik. Un kam përshtypjen që ne jemi në atë pikë që të paktën këtu është realizuar diçka e cila nga shumë studiues të sistemit politik dhe të Evropës Lindore është artikuluar që nga vitet 2000. Praktikisht, logjika e funksionimit një shteti evropiano-lindor është kjo, në mungesë të një shoqërie më opinioni publik etj. Partitë politike qëllimin kryesor e kanë të kapin shtetin. Në momentin që kapin shtetin, ato të mira materiale që arrin të kapin nga shteti, ato i shpërndajnë. Dhe ky është një sistem i cili ushqen veten e vet. Dhe problemi i madh në Shqipëri është ky, që ti mbas 2 a 3 mandatesh kontrolli mbi territorin dhe mbi administratën publike është aq i plot, aq kapilar, saqë ti ke nevojshëm vetëm që të mobilizosh votuesit që ti identifikon. Dhe këtu mbyllet çështja. Se ti thua pjesën e madhe të luanit e ke. E ke në kuadrin e një kompeticioni demokratik. Ti një mesazh fushate do ta japësh. Dhe mesazhi vetëm që i mbetet dhe nuk ka rëndësi është. Dhe mirazhi me cilin ti je fut në këtë lojën e madhe, mbas viteve 90 ka qenë ky, nuk ka qenë shteti sovran, nuk ka qenë demokracia. Ka qenë demokracia si mënyrë për që ti të arrish ke NATO, Bashkimi Evropian, rikthimi ke Europa, kjo është. Pra praktikisht ti ke marrë lirinë tënde mbas viteve 90 për ta dorëzuar ku? Tek NATO e tek Bashkimi Evropian. Pra i familje ke shitur sovranitet me dëshirë të madhe. Me dëshirë shumë të madhe, dhe ky nuk është vetëm problemi i Shqipërisë, është probleme dhe i vendeve të tjera të Evropës që kanë dashur. E kanë dashur pjesë e mirë e vendeve të Evropës Lindore. Ne dim shumë mirë që vendimi për të futur në Bashkimin Evropian do jetë vendim politik. Po vendimi politik ka lidhet me konjunkturën, pra edhe konjunktura mund të shfaqet. Pra ti mund të shfaqet një emergjencë. Ne luftën në Ukrainë nuk e pam si një katastrofë e madhe, po e pam si një oportunitet, i cili ne na afronte tek Bashkimi Evropian, na bënte se të është më të lakmueshëm. Dhe në momentin kur ti ke euroskepticizëm të madh në Europë dhe kur shanset e tua sa vinë edhe reduktohen, lufta në Ukrainë për ne mund ka qenë një si lloj shpëtimi në mënyrën se si
jo për ne, shumë nga Bosnjën, dofta Maqedoninë e tjerë, për të afruar sa më tepër Po Bashkimin ndodhi Evropian. fatikisht? Edhe ka ndodhur. Edhe ka ndodhur, po fakti që në Shqipëri ka pas goxha janë organizuar samite të rëndësishme, cilat për ne jemi shumë skeptik. Unë nuk arrit ta imagjinoj se si një vend i cili ka pas kanabizim, korrupsion, bla bla, gjitha këqijat e mëdhaja, të organizohen samite të rëndësishme. Dhe që Ramsi thotë që do vinë në 15-16 maj, bile i ka shpall ditë pushimi. Jo, nuk thot ai, është vendosur. Është vendosur. Kjo është pak a shumë legjike. Pra, për ky se thosh vendim që do të jetë politik, mund të jetë sot, mund të jetë nesër, mund të shfaqet dhe mbas 15-20 vjetëve. Pra vendimi për të futur në Shqipëri, Pra të përjashton premtimin e Ramsit që mund të realizohet. Nuk e përjashtojnë kuptimin e asaj që mund të ndodhi pas 3-4 vjetësh, po mund të ndodhi dhe mbas 20 vjetësh. Ose mund mos ndodhi fare. Ose mund mos ndodhi fare. Sepse Shqipëria në kushtet që është, ta kemi të qartë që nuk ka për të përmbush asnjëherë kushtet për qenë anëtare e BE-s. Ashtu siç nuk i ka përmbush as Bullgaria, as Rumania që janë vendet më imediate që janë afër nesh me BE-n. Vendimi për të futur Bullgarinë dhe Rumaninë në BE ka qenë vendim thellësisht dhe thelbësisht politik. Për shkak të Rusisë. Për shkak të shumë faktorëve dhe ne në një farë mënyre si një vend i vogël pa në një peshë madhe mund të futemi në BE për arsye të natyrës politike. Dhe për ta po, kjo është vetëm kaq. Po, dhe të falenderoj profesor. Dhe për ta mbyllur, ti e shikon hyrjen e Shqipërisë siç thot Ramsi, e shikon vetëm si hyrje të Shqipërisë apo ndoshta edhe me vende të tjera rajonit? Sa ata kur flasin për Ballkanin Perëndimor. Do të jetë unë besoj që do të jetë një farë bloku. I kanë ndarë pra, i kanë ndarë. Pra, ne jemi me Malin e Zi. Jo, ne jemi me Malin e Zi. Do të na bashkon me Bosnjën, me Serbinë me këto. Jo, kanë probleme të tjera. Ne për vetë fakt, mos kishte qenë 97-a, Shqipëria do kishte pas tjetër fat. Që në 2004. Arsyeja që në 97-a ne na bëri se të futemi në bllokun e vendeve post-konfliktuale, post-problematike, dhe pse nuk ka pas një konflikt Shqipëri, edhe në 97 që ndodhi, ka qenë më tepër problem i natyrës shtetit dhe i brezhtisë shtetit, më tepër se një problem, se tush i natyrës etnike, fetare tjetër. Nuk kemi pas problemet që ka pas Kosova, Maqedonia, Malizia, apo Bosnia tjetër. Ende, po kjo nuk përjashton që... Nuk e besoj, ne jemi një shoqëri për shumë aspekte shumë banale për të arritur që të konfliktohemi për çështje madhore. Dhe kjo është arsyeja. Dhe unë mendoj që vendimi do të jetë thelbësisht politik. Të falenderoj, profesor, Flogerti për ta mbyllur, për ta mbyllur Sebi, po. Flogerti e para samitet, dhe ky që do ndodhi nda 15-16 maj është më i madhi që mund të ndodhë. Po më i madhi, po ku ndryshon nga i pari? Sepse janë gjithë vendet e Europës, jo vetëm 27 që e... vetëm BE-ja? Jo vetëm BE-ja. Dakor. Ka dy arsye. Edhe radhë të tjera ka qenë vetëm... Jo, ka qenë vetëm me vendet e BE-s. Jo, më ka ardhur. Se komuniteti politik evropian ka Azerbajxhanin, ka Turqinë. Edhe më erdhën gjithë ata, erdhi dhe Vučići, po harrove. Nuk e di pse, po thuhet që është pak më i madh, nuk ka rëndësi. A ishte Zelenski rrallë? Ka rëndësi, se ishte samiti për Zelenski. Ai ka qenë gjithmonë i ftuar gjithandej. Mos ngatro samitin për Ukrainën. Ky kësaj radhe s'ka lidhje me Ukrainën ky 6. Nuk ka lidhje pra me Ukrainën, ka lidhje me Europë, por ka dy arsye pse mund të ndodhë. Me logjikën dua të ndjek pak profesorin. Domethënë, ose është shmendur gjithë Europa që vjen këtu, ose Edi Rama është magjistar, që arrin t'i bindje, ose realiteti nuk është ai që portretizon opozita, le të themi, ose banalisht kushton shumë pak të bësh një samit në Shqipëri, ose banalisht kushton shumë pak 2.2 milion euro për bërë një samit. Tani, në qoftë se profesor... Se kësha me të bërë, kjo është për kuadrën e shakas. Në qoftë se ti thua që nuk mund të ekzistojë? Po që u halë BE-ja për 2 milion euro, pastaj... Po jo, për ta lidh me këtoj që neve kemi ai shumë probleme, sa që na duket
e pazakon që të meritojmë këtë lloj vëmendje. Ndoshta jo në shikim jo. Dhe unë prandaj po e banalizoj, por nuk Okej, atëherë ka bërë magji e Tirama. Kuadrin e batut. Cila mund të jetë oti? Për të dhënë përgjigje Flok. Unë besoj që mbetet akoma emergjenca, pra ne jemi produkti i rrethanave ndërkombëtare dhe do të vazhdojmë të jemi produkti i rrethanave ndërkombëtare. Dhe rrethanat ndërkombëtare imponojnë një farë jo interesi për Shqipërinë, interes për rajonin. Fundja fundit, ky është rajoni i cili ndofta do të jetë arena e ardhshme e një konflikti mes Rusisë edhe Perëndimit. Dhe pse zgjidhet Tirana? Dhe Tirana mund zgjidheshë Shkupi, mund zgjidheshë jo Prishtina, ndofta jo, mund zgjidheshë Shkupi. Arsyeja ndofta është që në këtë ose Podgorica. Në mënyrën se si ne jemi qatë, por ne jemi vendi nga gjitha këto që përmendet që kemi më pak probleme të brendshme. Problemet brendshme në kuptimin e polarizimit të këtyre natyrës etnike, fetare etj. Ne jemi shumë banal nga kjo pikpamje. Problemet madhore, problemi i korrupsionit që ne është i problem banal. Për ata nuk prish punë pra. Për ata në një farë mënyrë nuk prish punë. Ky është një vend stabël. Në qoftë se ne nuk eksportojmë probleme, ne nuk eksportojmë problemet mëdha. Ne mund përpiqemi profesor gjejmë dhe në lajm mirë në këtë vend orë, jo vetëm ta shajmë, Jo, ne jemi banal, prandaj vin ata këtu thot profesori. Jo. Mundem ta kalojmë këtë pjesë. Unë them që problemet tona brendshme janë banale. Tentativa për ta relativizuar që këtu çdo gjë është keq, po ata kanë gjetur një arsye për ta thotë që është keq, edhe kjo më duket e pandersh. Se në gjë që shkon mirë, ka shit vendi. Lere çfarë është mirë. Gjë kundër argumentin. Kundër argumenti, ta them unë. Faktori shqiptar, ta them unë pra. Ja, faktori shqiptar, zemrën e vet e ka në Shqipëri. Dhe linja e diplomatike dhe linja e qeverisë shqiptare është në drejtimin është e linjizuar në mënyrë perfekte me Bashkimin Evropian. Se e përket Ukrainës, se e përket Gazës, e gjitha me radhë. Nuk ka asnjë diskutimi. Pra, thuaj këtë dhe mbaron. Nuk ne jemi banal. Tani se edhe kjo është më vetë. Problemi që unë kam pas gjithmonë dhe unë kam me politikën e jashtme në Shqipëri. Për kapitujt, një moment, dy fjali dhe e lash, e mbyllon. Për kapitujt, se shkoj 12. Ta mbyllon me timen. Problemi është politika shqiptare ka qenë që është subserviente në raport me një interes madhor që ka, po është e varur, Ne jemi një vend në cilin klasa politike gjithmonë, po që në kryet herë si nga viti 1912, ka pas nevojë për legjitimitet jashtëm. Dhe ai që është në pushtet, pra nuk ka nevojë vetëm për legjitimitet e brendshëm, ka nevojë për legjitimitet e jashtëm. Në të tjera të rajonit, Kjo është banaliteti për ta thënë me dy fjalë. Dhe legjitimiteti i jashtëm çfarë bën që ti të linjizohesh, pra ta linjizosh politikën tënde të jashtme në një aks. Ky aks mund të jetë i mirë, mund të jetë i keq, kjo është çështje tjetër. Fillim e kemi pas me Italinë. Tani e kemi me BE-n. Më pas e kemi pas me Italinë, pastaj me Bashkimin Sovjetik. Për kapitujt një fjali kam. Kemi hapur 3 nga 6. Janë hapur 2, kishim hapur 1, u bën 3 nga 6. Në 6 muaj Shqipëria ka hapur 3 nga 6 kapitujt, grup kapitujt për antarësinë Bashkimin Evropian. Ndërkohë që Serbia që nga 2014 ka hapur 1 apo 2. Në këtë kuptim... Serbia ka hapë gjithë, po si mbyll dot. I ka hapë Serbia. Po si ka hapë, nuk i ka hapur pra gjithë. Po ka hapë edhe Malizi, po si mbyll. Nuk është hapë, çështja është mbyllur. Po jo e mirë ose bo, se nuk e pres nga ti të më thuash kështu. Nga ti pres që të thuash zotria. Jo pra jo, shumica sa i bie çan, i thuhet 4 shumica. Ta them unë sa ka hapur tani. Nga 36 ka hapur 22, vjen keq për tani. Po jo, grup kapituj. Jo kapitujt. Po çka trohesh kot? Atëherë, po prit pra ta them unë. 36 kapituj ka hapur 22. Tani këto përgjigje nuk mjafton. Serbia ka hapur 3 nga 6 në 11 vjet. Shqipëria ka hapur në 6 muaj 3. Na futemi një rebos me këtë grup kapituj dhe kapituj. Edhe një herë. Po pra, janë lere fjalën atij që është këtu grup kapitull, se mund të ishte edhe kapitull vetëm. 6, të lutem. Nga 6 është më vogël, prandaj marr 6-ën. Po lere më mos gatroj me të shifrën se ti këtu manipulon. Jo, nuk manipuloj. Atëherë haroj grup kapitujt. Po. Nga 36 kapituj Serbia ka hapur 22 dhe ka mbyll vetëm 2. Këtë e ke zyrtare, shife. Po pra, unë po të them, nuk ka rëndësi, unë po të them, Shqipëria ka hapur 3 grup kapituj, po më gjo mua, Shqipëria ka hapur në 6 muaj 3 grup kapituj. Sa ka mbyllur Serbia? Prit një sekund. Sa ka mbyllur? Prit më një sekund. Sa ka mbyllur
Sa ka mbyllur Serbia? S'ka Dy pra dy. Sa ka mbyllur? Ka hapur 3 dhe nuk Sa ka janë mbyllur. Nuk janë Për sa mbyllur. vjet? Jo, Për sa jo. vjet? 10 vjet. Për 11 vjet. Si sa ke hapur? Kam hapur për 6 muaj 3. Sa ke mbyllur? Sa ke mbyllur? Bëj pyetje. Sa ke mbyllur? Ata hap grup kapitullin tjetër Bashkimi Evropian në qoftë se sheh që ti nuk Sa ka ke kapacitete mbyllur? për të ecur paralelisht. Sa ke mbyllur? A më gjesh apo themo? Serbia janë në proces vlla. Sa Dhe ke për sa mbyllur? kohë prit pra, për sa kohë Ajo diskutohet Bashkimi Evropian kapitull të hap pas grup kapitulli. kapitujt e tjerë, Zotri. do thotë që ke Ajo- kapacitete Dgjoj, për të përballuar dgjoj një sekond. 3 grup kapituj të Po tjerë. të jam bushme, e besoj që ta bëjmë më Flogerti. Okej, dakor. Po vlla, Flogerti është përbesim plot, është optimist, bravo i qoftë. Të duket problem ty çështja e parafrimit legjislacionit, mua problem duket ajo tjetra. Pasi të mbaroj punë me këto procedurat 6 grup kapituj, Që mos ja që merretojmë gjithë vërtet. parlament, aty hyn Edi Rama sa këll që do ketë, Jo, është histori që të tjetër, shkojë pa. te kryeministra dhe t'i bindi. Ne do shohim, po të jemi gjallë, ne do shohim, a do i mbyllin dot kapitull, se për të hapur mund të hapen edhe për 2 vjet, për 1 vit. Të më thashë, çështja nuk është hapja. Se hapja kish më thënë, më ulemi tavolinë dhe hapim dot. Jo, ai Pra, hap. ku mbyll ajo, tani- atje është elfikuar. Tani, ai hap, duke parë në qoftë se ti ke, pra, ti merr 10 veta në këtë studio, duke parë që i nxo tavolina. Pra ai sheh, ke kapacitete, po ecën në ritmin e dur. Trendi ishte i mirë. Patjetër. Kjo pritet Për interesa gjeopolitike këto me radh, patjetër. Patjetër. Qëndrimi ju të dëgjua i sakt, kristal. Dhe Precis. mbyllim me Sebastianin. Sebastian, pas sa mbyllësh, dua të informoj njerëzit që na shohin tani, se kam shumë mesazhe. Dhe po jap informacion zyrtar. Serbia nga 36 kapituj ka hapur 22. Deri tani në këto momente ka mbyll vetëm 2. Ky muhabet që nga viti 12. 14. 2014. Kujdes, Ma Serbia. thuaj për Shqipërinë të lutem tani. Serbia. Se merdhen. ë, Merdhen dhe për Po Shqipërinë. pres për Shqipërinë, sepse më Gjithë e gatronë mund. në këtë grup kapituj. 19, Shqipëria në 6 muaj. Sa ka mbyllur? Asnjë më. Si sa ka mbyllur? Janë në proces. Ore ti Takojmë mbas 10 Ose vjet. hap debatin nga e para. e kupton fjalën proces se pra, nëse ke gotën e ujit plot, nuk të hedh dot ujë më aty. Pra, kur e ke pirë, nuk ja kapitull, Po është proces, më është proces. Atëherë janë hapur parafrimit. 16. 19 kapituj. Nga 30, shiko, Shqipëria ka hapur 16 nga 33 dhe ka mbyllur 0. 19 nga 36, sa janë. 16 nga 33. e ka. Mua më vjen ndryshe. Tani, Serbia ka 36, për arsye se ka është dhe një Kosova. shtesë për Kosovë. Bravo. Po. Ne kemi 32 ose 33. Shkencën dhe kërkimin, arsimin dhe kulturën i ka mbyll Serbia ndërkohë. Pra, Tani, mos i futemi fare këtyre Po, pra, se këto janë. do ndalem tek kjo. Mish dhije i paparë, po mish dhije. Pra, në Horizon Europe, tani për ta mbyllur me fjalë. Për ta mbyllur, tani Horizon nuk kemi më Europe- debat. Të lutem, Horizon Roger. Europe, Serbia ka një mbylla? 2000 aplikime për kërkim shkencor, ne kemi ja 17-18. Pra, kjo tregon nivelin që këtu investohet për arsimin. Sa i përket CDU-s, Nuk investohet apo investohet? investohet jashtëzakonisht shumë. Ku? Jashtëzakonisht. Në arsim, Është këtu jemi ironik. parët. ironik. Ne Ironi tani. Kujdes. ironi, Nuk po ironi, lezohet sepse- ironia, jo po sepse- lezohet ironia në ekran, vlla. Në rregull, dakord, sepse ne i hapim dhe i mbyllim, domethënë me këtë logjik që ne hapim dhe mbyllim kapituj deri në 2027-ën, çdo muaj ne hapim dhe mbyllim 1.5 kapituj, nga 35. Pra çdo muaj ne do hapim dhe do e mbyllim një. Pra, këtu për peshkimin ne nuk kemi rrjetat e duhura sepse duhet të jenë me një sasi milimetrash të duhura, ne i hapim dhe e mbyllim. Pra ndryshon gjithë flota e peshkimit brenda 2 javësh. Igu. Sa i përket autoritetit konkurrencës, shkon këtu thot Ka ti nuk jem korruptuar mund. BN Rama. Po një sekondë tani. Shkon këtu dhe Hapja është e thjeshtë, më do shoh. shkon këtu dhe i thot ti nuk je më monopol, thot. Si ke më ti këto? Tak direkte për 2 javë zgjidhet kjo. S'ka, nuk flet dot me ai. Nuk e ka më monopolin ky. As ky. Për 2 javë zgjidhet kjo. Nuk ka më problem për këtë. CDU SPD-ja ka shkuar dhe i ka thënë atyre ju, ato than, do bëjnë koalicion than, dhe do merremi një herë në këto problemet brenda, pastaj do merremi me zgjerimin. Shkon Rama dhe i thot, jo, thot, ç'është ai llaf, thot, patjetër, thot, do bëhet zgjerimi, thot, pastaj do merren problemet e brendshme. Do merreni me ne, pastaj me Rusin, pastaj me Amerikën, pastaj me Kinën. Një herë me ne, thot Edi Rama. Pastaj do të vim. Sa i përket Komunitetit Politik Francez, Komuniteti Politik Evropian përfshin Turqi, Azerbajxhan, Ukrainë, Moldavi, Transnistria, deri andej. Ja mund, thot Edi Rama, pastaj jeni të gjithë ju të tjerët. Ukraina mund të jetë në luftë, është shtet i madh, jemi ne të parët. Është shumë e rëndësishme. Për çfarë vendin, mor, nuk e kuptoj më. Po s'po ja. Po është Mos Floges vëllë debatin nga e para. krijim, është në krijim. Tu Floges nuk të lejoj vëlla, ai nuk të ndërpreu, të lutem. Se vazhdo. por burti, Dhe ti ja nacionalist prish krijimin. mirë, mor, E, ke. Floger, këtu tani i ke prishur.
Ndjes. Unë kur jeti në krijim nuk lejon njëri ta prishit. Tani ishte sebi në krijim, nuk mund t'ja prishësh. E pa e mbylli. Mos e bëmë, jo nuk e mbylli. Ishte ajo, po sebi ishte i kulturuar e të riqet. Jepi seb. Riktheu dhe herë. Në 5 vitet e para, Romanisë janë 5 vitet e para të hyrjes në BE, Romanisë janë larguar 3 milion rumun krah pune profesional. Ne kemi 10 vjet që e kemi nisur këtë cikël. Kanabizimi 1, ndërtimi 2, i cili mban gjithë GDP-n e vendit. Pra, në këtë sot që flasim ne, Rumania është me rënje 5 deri në 8% të produktit brendshëm bruto, vetëm se është larguar krahu punës. Ku e keti krahun e punës? Të ikën ditë për ditë. Si do e zgjidhësh të lloj gjëje? Pra kjo është sepse grup kapitulli që është hapur kësaj radhe, grup kapitulli që është hapur kësaj radhe është ai grup kapitulli për tregun e brendshëm punës. Ku i keti dietat? Ku i keti respektimin e kodit punës? Ku i keti këto oligarkët që i themi ne që vdesin çdo ditë, njëra nga skela, një te minjera, një kësaj, një sipërastaj? Ku i keti respektimin e kodit punës për këtë lloj gjëje? Për 2 javë zgjidhet. Për 2 javë, sepse ne çdo një muaj do mbyllim 1.5 kapitull. I zgjidh magjikisht. Me shkop magjik, po. Dhe një gjë që është e turpshme. Bashkimi Evropian, çështja e BE-s, ka qenë një çështje e cila nuk duhej të politizohej, sepse një nga kërkesat kryesore që është thënë gjithmonë, integrimi evropian është jashtë agjendës politike. E merë dhe e kthen në agjendë politike. Vetëm unë ju fus në BE. Vetëm shoku Enver është klasiku i 5. Vetëm shoku Enver është ai i cili do të revolucionarizojë gjithë botën. Vetëm me shokun Enver në krye bëhet i gjithë revolucioni proletar në mbar botën, sepse e merr të gjithën, një çështje e cila nuk duhet të politizohet, e merr dhe e kthen në krye temë të fushatës politike. Në krahun tjetër, ku është situata gjeopolitike sot? Sot kemi luftë me Rusin, pra ka përballë Rusina ai. Kemi me Amerikën luftë tregtare, me Kinën se çfarë do të bëhet, me lindjen e mesme se çfarë do të bëhet, por Rama i thot, unë thot, kam zyrën operacionale të situatës, ku e kam marrë, thot, ma solli Tony Blairi, thot. Po Tony Blairi ku e mori? Ja mori Bill Clintonit. Pra unë janë rrot me Tony Blairin dhe me Bill Clintonin, kam zyrën operacionale të situatës, merrem për ditë me problemet në Zambia, Kambodja, me problemet e Zimbabwe, me problemet e Donald Trumpit, dhe unë e di shumë mirë se kam të gjitha planet strategjike. Mua, Bashkimi Evropian më fut shumë shpejt brenda, sepse unë i kam të gjitha, i kam të pastra, nuk kam as oligark, nuk kam as korrupsion, nuk kam as edhe një lloj gjëje tjetër. Ky që të çon rrot me Moldavin, ky është kryeministri që ne kemi. Të fut në të njëjtën dhomë me një vend që është në luftë, siç është Ukraina, dhe në të njëjtën dhomë me Moldavin, që është shumë më e varfër se ne, shumë më e korruptuar se ne. Ky është kryeministri evropian. Ky është kryeministri. Ato evropianët, po deshe përgjigjen e evropianëve. Ato evropianët do vinë dhe ato evropianët janë me shprehjen më ka çu nona me la gojen. 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 Europa në Tiranë me lagojën? E di që do të thot kjo. Se nuk shkojnë të Albini? E di që do të thot kjo. Se nuk shkojnë të Albini? Më në Kosovë nuk shkojnë të para së tjera, ta presojnë. E di që do të thot kjo. Kjo do të thot të tregohesh serios me shtetin tënd. Kjo do të thot të tregohesh i qartë me qytetarët e tu. Kjo do të thot të tregohesh i pastër me qytetarët e tu. Kjo do të thot të tregohesh i denj me qytetarët e tu. Kjo do të thot që të tregohesh, po e do bërtas, se kjo do të thot të tregohesh i denj me qytetarët e tu. Po lene më fushatën, lej fushatën. Nuk do marrësh vota. Nuk e i denj me qytetarët e tu. Një temë e cila është temë e rëndësishme që kemi 30 vjet që e kërkojmë, e merr dhe e bën temë politike. Vetëm unë jam pasaportën evropiane. Është turp ta bësh këtë. Po si qen ka çështja më e rëndësishme. Çështja më e rëndësishme. Fakti që steti të opozitar të shqetësuar, do të thotë që teza e Ramës qen ka sukses. Jo. Cila është? Jo, ka tërbuar Stepi ka tërbuar komplet fakt që europianët mos u tall me qytetarët e tu. Po më po. 2007 ne mbyllim negociatat bashkë. Mos u tall me qytetarët e tu. E thot komisioneri i zgjerimit, e thot presidenti i komisionit, urdhro? E ka thënë zonja Kos literalisht 2007. Jo. Jo. Po mirë, nesër mbrëma, jo, po kjo është sfidë ndaj meje. Nesër mbrëma, jo. Nesër mbrëma do të nxjerr videon ta vëri Ledi atje.
Ka thënë 2007? Saksisht, Dhe çfarë do të thotë kjo? 2007. Dhe pse e ka ajo në dorë, po e ka Këshilli i Evropës, Ajo më që e po, votojnë e ka gjithë në vendet. dorë, Po kush e ka në dorë, më? Fal, Po e po, votojnë gjithë parlamentet respektive, më. Po e votojnë Po, gjithë unë vendet, jam e prirur më. të Po çfarë po më tregon tani? Se bo dhe ignorant përballë, më çfarë është kjo që thu, më vëlla? Po pra, e thot këtë lloj gjëje, e thot këtë lloj gjëje. Po jo pra jo. Jo pra se nuk mund të bosh tjerë për budallë përballë. Kush e voton? E voton komisionera zgjerimit apo votoi parlamentet? Po të largohem tani. Kush e voton? Kush e voton? Po kush e voton? Jo pra mos e bë tjetrin për budallë përballë. Kush e voton? Kush voton? Apo pyet. Ajo është 4 vjet dhe ikën, kush voton? Kush voton? Po pra me përgjigje. Kush voton? Voton komisionerja. Po pra. Kjo ç'a tha kjo? Po prit mos zotri. Negociatat janë një gjë, antarësimi është një gjë tjetër. Një gjë tjetër. Po pra. Negociatat mund mbyllen 2007. Po, dhe kush e vendos këtë? Antarësimet pastaj shkojnë çdo parlament. Kush e vendos? Deklarata e vendos këtë. Ka komision, pastaj është ajo që erdhi çfarë shefe komisioni për negociatat është ajo? e tha sot, Po pra çfarë? e tha dje me Ramën ai presidenti. Po pra, dhe çfarë tha? Ai asaj, italiani po. Jemi në rrugën e dur, po ecim dhe shumë shpejt tha brenda vitit do hapim kapitull të tjerë tha. Në rrugën e dur Aja që qenë gjithmonë. Gjithmonë rrugën e dur. Tani unë besoj atë dhe jo ty. Nuk besoj as Edi Ramën as Sebastian Zonjën. Besoj presidentin e komisionit. Jo, po Sebastiani nuk tha që nuk do hapen. Sebastiani thot jemi skëter. Rama thot jemi yll bote, unë nuk besoj as këtë as Ramën, besoj presidentin e komisionit. Kjo teknike komunikimit që bardha Ti nga fillimi në fund më burr. Si? O ti nacionalist i madh, patriot i madh që me nder teje ja bën sipër vendit në çdo moment që ti jep mundësia më burr. Po ja bën Rama. Sepse mlefi i madh që ka ndaj kryeministrit, që ndaj kryeministrit duhet me pas mlef patjetër dhe kritika, po nuk mund të kthehet mlefi ndaj kryeministrit në mlef ndaj vendit. Ky është fataliteti yt dhe i gjithë si puna jote. Kaq kisha unë natë mirë. Po ku e pe? Asa bu. Ku e pe? Mlef thot. Po ç'a mlefi Nuk ka? ka mlef. Po ti merdi mlefi këtu. Mos më gënje po të them. Nuk gënjeva amor, negociatat janë proces që mbyllen një moment, antarësimi i shkon në çdo parlament të 27. Atëre pse thot ky në 2030 do mini pasaportën? Pse i gënjen ata i duan të gënjen? Ai ka një gjë në favorin e tij. Ka këtë që thash, negociatat i Ore pse thot do mini 2030 pasaportën europiane? Këtë pse nuk e evitoj? Angazhimi ynë është ky thot ai o vlla. Premtim. Votoni mua. Premtim është ai. Votoni mua të keni këtë, ka thënë. Po, sepse ai thotë Çan që unë, ndryshe nga kundërshtarët e mi, se kjo politikë është, tani mos bëjmë sikur jemi me papën, ai thotë, unë, këta kryeministrat e këtyre vendeve këtej vërdall, që ne e dim, i kam miq dhe parlamentet e këtyre mund t'i shtyj unë më shumë se sa kundërshtari im. Në ngrata që të kryeministri i vendeve tjera. Po të ju i thoni që i bën këtë me Lonit, i bën atë, tani thoni s'ka ndikim. Tani Çani është partizani kësaj që Ramsi është i fortë në këto. Ofisin i verë lart. Po, dhe fatikisht shumë pula i ka palosur, Frisi vërtetës. Po ç'a më jemi të funit në rajon më ç'a pulash ke palos? Po të funit në rajon më. Po të funit në rajon më pagat më të ulta. Pagat më të ulët minimale, migracionin më të lartë. Se ko themun, po pse më ko themun.